Mbi krizën politike në Kosovë, mbi këtë rezolut të minutave të fundit, me kënaqësi do të bashkëbisedoj me zotin mentor Shala. Zoti Shala, përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit. Parapërkisht një koment, nuk e di nëse më dëgjon zoti Shala, kam probleme me audion. Presim vetëm pak minuta. Edhe unë ju dëgjoj perfekt. Një koment përsa i përket kësaj rezolute e cila kërkon që të hiqen masat ndaj Kosovës edhe gjithashtu fton të gjitha vendet që se ka njohur deri tani ta bëjnë diçka të tillë. Në fakt, kjo rezolut është jashtëzakonisht e mirë dhe mirë pritur dhe besoj në kohën më të përshtatshme dhe më të duhur, për shkak se Kosova ka vuajtur që një kohë, pothuajse gati më shumë se 3 vite, me nën sanksione të Bashkimit Evropian dhe Bashkisë Ndërkombëtare në përgjithësi, për shkak të politikave jo të mira të qeverisjes së Albin Kurtit gjatë këtyre 4 viteve, dhe për shkak të neglizhimit deri në farmase të dialogut me Serbinë. Edhe kjo rezolut, për mendimin tim, është një hap i mirë pozitiv. Mirë po, problemi qëndron tash te ne, për shkak se te ne ende nuk kemi kriju institucione dhe nuk po shihet ende një dritë në fund të tunelit, që do të ndodhë diçka për shkak se është një farë barikadimi i partive politike tash të dala nga zgjedhjet e nënshkurtit në qendrimet e tyne, derisa lëvizja vetëvendosje nuk pëlqen për kandidatën cilën pjesa tjetër e partive politike parlamentare nuk për dëshirojnë, Albulin Haxhiun. Do më thonë, në anën tjetër i kemi parti tjera cilat nuk për ndërmarrin ndonjë hap më konkret që të zhbllokohet ky farë procesi. E kuptova. Përsa i përket ngërçit politik, zoti Shala, si u duket propozimi i Abdigjikut për të krijuar një qeveri teknike? Jetësia e saj 1 vjeçare, derisa zgjidhet gjithashtu edhe presidenti. Sa e mundur është që të ndodhë kjo? Propozimi i Abdigjikut është një propozim korrekt, është një propozim i cili duhet në këto momente Kosovës, në këtë situatën në rrethana të cilat jemi sot, ku e kemi një jo stabilitet në gjitha sfera, do më thonë jo stabilitetin ekonomik, jo stabilitet social, jo stabilitet në fushën e sigurisë, është mase i domosdoshëm një koalicion i gjerë. Do më thonë ku përfshihen, pothuajse ndoshta gjitha partitë politike, po s'paku as parti politike sa sigurojnë një shumicë prej 80 deputetëve që mos kemi kriza institucionale. Për shkak se ne këtë, do të thonë vitin e ardhshëm e kemi në janar të vitit të ardhshëm fillojnë procedurat për zgjedhjen e presidentit të vendit. Dhe nëse janë 80 deputet, nëse s'është një koalicion prej 80 deputetëve, atëherë do të kemi prap një krizë. Që do më thonë brenda 7-8 muajve na prap do të kemi krizë. Dhe kjo ideja e Abdigjikut është një ide e duhur që të bëhet një qeveri për shkak një qeveri prej partive kryesore në këtë rast, që do të siguronte shumicën absolute, që do të mund të kalonin do më thonë shumë ligje, shumë procese, madje edhe bisedimet me Serbinë, pasi që veç tashme është qenë ka edhe një rezolut, sot qenë ka miratu një rezolut në Parlamentin Evropian, për shkak se unë mendoj që një prej problemeve kryesore, prej kryesoreve, është përfundimi i problemit Kosovë-Serbi. Ky problem njerë përgjithmonë duhet të zgjidhet, duhet ta ketë një epilog, për shkak se shkakton shumë probleme të mëdha pastaj edhe në shumë sfera tjera. Dhe ky propozim i Abdigjikut është propozim shumë korrekt, shumë propozim i duhur në kohën e duhur. Për shkak mirë po sa ka me gjetë përkraje prej partive tjera, sidomos prej lëvizjes vetëvendosjet, është pritet shihet edhe pse po shihet që lëvizja vetëvendosje refuzon. E kuptova. Nëse plani, projekti, propozimi i Abdigjikut nuk vendoset në zbatim, çfarë ndodh me gjithë këto seanca konstituimi cilat dështojnë njëra pas tjetrës, duke qenë se vetëvendosje propozon të njëjtën kandidate për kryeparlamentare të Kosovës, zonjën Haxhiu, një figurë e cila nuk gjen konsensusin nga ana tjetër. Kujt i leverdis kjo pauzë, le të themi, e stërgjatur për krijimin e institucioneve të Kosovës dhe do të ishte vërtet mirë që të bëshin zgjedhje të parakoshme, zgjedhje të jashtëzakonshme, çfarë do të prodhonin ato? Që
nga përfundimi i zgjedhjeve me 9 shkurt, kur zoti Kurti nuk arriti ta fitoj numrin e duhur, numrin e dëshiruar, që prej 500.000 e më shumë votave, cilat i kërkonte nga elektorati, që do t'ja siguronin atij të qeveriste vet vendin, nuk ka pas asnjë përpjekje, madje muj me thonë që ka pas edhe përpjekje për me kriju me thellu sa ma shumë kriza institucionale në vend. Edhe në një moment saktum, ndoshta vendi me shku në zgjedhje, edhe në këtë mënyrë Kurti ndoshta do të arrinte ti siguronte 51% që për mendimin tim është e pamundur. Kurti nuk është interesuar me zhblloku situatën, janë disa arsye. E para është se kushtetuta Kurtin e obligon, e ka i gjithë situatën në dorën e tij është që të zhbllokojë institucionet edhe e ka mundësinë. Nëse Kurti do të ishte interesuar me zhblloku procesin, me kriju institucionet e vendit, ai nuk do të kishte qenë ndonjë problem i madh nëse do ta tërheqte kandidaturën e Albulena Haxhiu dhe ta vendoste një kandidat tjetër. Vetëvendosja i ka 48 deputet në sallë dhe ka aty plot figura të ndryshme, figura që kanë përvojë që kishte mund me i vendos. Mirë, po ai nuk dëshiron me bë këtë punë. Ai është interesuar me prodhu sa ma shumë krizë, me gjetë fajtorin të parti tjera. Tash e ka targetu Lidhjen Demokratike të Kosovës, që ajo është po e thret, po i bën ftesë, disa ftesa nënçmuese për mendimin tim, që ta bëjnë një koalicion, për shkak se ndoshta PDK-s ose AK-s nuk i bën ftesë, shkak se Lëvizja Vetëvendosje si parti është rrit me elektoratin e LDK-s. Këto vota që ai ka sot, i ka prej elektoratit LDK-s dikushme. Dhe ai e din, domethënë që nëse rritet vetëm me elektoratin prap pjesës tjetër të LDK-s. Ndërsa nëse do t'i bënte ftesë Partisë Demokratike të Kosovës, sigurisht që Lëvizja Vetëvendosje do të pësonte rënje të madhe në zgjedhjet tashme, shkak se elektorati i Vetëvendosjes nuk e don Partinë Demokratike, është anti partive të luftës, domethënë janë ajo pjesa e LDK-s ma militante që kanë kalu të ta, dhe atëherë Lëvizja Vetëvendosje mund bjen, Partia Demokratike mund të rritet, gjithashtu dhe Lidhja Demokratike mund të rritet. Prandaj Kurti i din këto matematika, i din këto, i ka analizuar shumë mirë këto situata, dhe tash po prodhon fakt rrethana cilat kishin mbëshu vendin sërish në zgjedhje. Zoti Shalat, përshëndes, të falenderoj gjithashtu shumë për këtë ndërhyrje, për këtë komunikim të shkurtër, por me rëndësi.